Protesta qytetare u zhvendosë të martë para parlamentit, me thirrjen Ju erdhi fundi dhe parlamenti krimit, një grup qytetarësh u mblodhën jashtë kuvendit në nisje të seancës plenare. Për të mos u përballur me protestuesit, një pjesë e ligjvënësve kanë hyrë në kuvend para orës 10, ndërsa disa të tjerë nuk shpëtuan dot irritimit të protestuesve. Thirrja nuk shkoi vetëm për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, por edhe kundrejt opozitës, duke i quajtur opozitë shitur. Protestuesët në Korth rritën, Rama në Burg, Berisha në Burg. Emrat e liderëve të dy partive kryesore u shfaqën dhe të shkruara në një kosh plerash, të cilën protestuesin e kishin marrë para godinës së kuvendit. Të tjerë protestues me spraj në tokë kanë shkruar një prej thirrjeve refren të protestës Parlamenti i krimit. Protestuesit ishin furnizuar dhe me vezë, të cilat i përdorën për të sulmuar makinat që dilnin nga kuvendi. Policia krijoi një kordon për të shmangur përplasjen e ministrave ose deputetëve në hyrjen e daljen e kuvendit, ndërsa kjo skolli për pak çaste tensione mes protestuesve dhe forcave të rendit. Ndërsa dukej se situata po qetësohej, protestuesit lëshuan sërish vezë shishe uji në drejtim të makinës së një deputeti, por edhe vetë policëve. Ky moment solli ndërhyrjen e forcave të policisë, të cilat shoqëruan 6 protestues. Situata para parlamentit u tensionua ndjeshëm kur goditjet me vezë nuk ursyen as mjetet e zëvendës kryeministres Albana Koçiu, e deputetit Erion Braçe, por as efektivët e policisë, drejt të cilëve u qellua dhe me shishe uji. Për disa minuta, sheshi para parlamentit u kthyer në përplasje fizike mes protestuesve, që kundërshtonin shoqërimin me forcat e shqiponjave. Pas shoqërimeve, protestuesit hodhën disa kapsolla dhe nisën zhvendosen drejt drejtorisë së policisë së Tiranës. Thirrjet e tyre Lironit Djemtan u shoqëruan me thirrjen që qytetarët e Tiranës protestojnë prej një muaj para kryeministrisë, t'i bashkohen përpara drejtorisë së policisë për të kundërshtuar shoqërimet. Rama e Berisha ishin protagonistët kryesor të thirrjeve në protestë, por të dy munguan në seancën plenare.